Zgjusuesi, 19 milion dollar. Ai ishte një kal garash i lindur në Australi. Karakteristike e tij është xhelozia për sukseset e kuajve të tjerë në pistë. Në karrierë, ai regjistroi një sër rekordesh dhe garash të fituara, ndërsa çdo kal garash ka historinë e vet. Ajo e Annihilator është brenda sferës së rezultateve të një kafshë ambicioze dhe të stërvitur shumë mirë, por pa aftësi të jashtëzakonshme. Dancer Sharif, 20 milion dollar. Ai ishte një kal shumë i suksesshëm garash, i rritur dhe trajnuar në Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe dhe u shit në vitin 1983. Prejardhja e tij nga raca të pastra kontribuoi në vlerën dhe karrierën e tij sportive, e cila ishte relativisht e shkurtër, por shumë e suksesshme. Çmimi i tij shumë i lartë i shitjes u përcaktua në ankant, duke vendosur një rekord për perspektivat e kuajve në atë kohë dhe komercializimin në rritje të sportit me çmime marramense të paguara për kuajt e edukuar mirë. Cilësia më e spikatur ishte shpejtësia dhe atletizmi gjatë performancave sportive.